30 deri në 60 sekonda, duke bërë këtë lëvizje të syve, dhe pastaj, mas 30 apo 60 sekondave, kthehemi në brinj, në anë. Tashti në këtë rast, koka shikon poshtë. Qëndrojmë 30-60 sekonda përsëri duke lëvizë sytë, majtas djathtas, në mënyrë të kthejmë kristalet si thash në utrikull. Pastaj, kthehemi përmbys, pozicionin pronë, dhe lëvizim sytë, majtas djathtas, në mënyrë që përsëri të detyrojmë kristalet të rikthehen në pozicionin e vetë. Kthehemi gjithmonë 30-60 sekonda, kthehemi në krahun e djathtë, dhe këtu lëvizim 30-60 sekonda sytë majtas djathtas, dhe mbasi bëjmë këto lëvizje, pacienti ulet, qëndron rreth 1 minutë, dhe me një seancë, maksimumi me 2, 90% e rasteve janë të shërueshme, jo të kurueshme, po të shërueshme. Pra ikën vertigo dhe rikthehet normaliteti. Ndërsa, manovra e tretë, shtrihemi, manovra e tretë, manovra Jakovin, ka marrë emrin nga një doktor francez, ky është neurolog, edhe ky diku rreth viteve 80, ka të bëjë me lëvizjen e syve lart edhe poshtë. Bëhet një ekstension i kokës mbrapa dhe lëvizjen syt për 30-60 sekonda lart dhe poshtë. Gjithnjë për njëjtin qëllim, për të kthyer kristalet që kanë dalë në kanalet semicirkular në utrikull. Pastaj mas 30-60 sekonda afrohet mjekra tek gjoksi, qëndrojmë dhe këtu 30-60 sekonda, duke lëvizë syt majtas ashtu para lart e poshtë, në mënyrë përsëri që të kthejmë kristalet në utrikull, dhe ulemi ndonjur, duke bërë normalizimin e gjendjes. Këto janë tre